Ndodhem në sheshin Non Tereza në Prishtinë. Për 5 vjet i ka mundsuar Vuk Hamovicit të marrë 1 miliard euro. Do të thonë jo para 60 vjetë, mas 60 vjetë, por mas 6 vjetë edhe jemi të i vujt pasojat sikur zotri Kurtit të shkëtë të qeverisë prej mas lufte. Nëse ai vendos edhe me anulu pavarësinë, ata prap kanë të drejtë me votuar të drejta e tyre. Ma numëroj një sukses që ka pas në qeverisjen e tij. Unë nuk jam për me numëru sukses, unë thjesht po pyes. Ky 10.8 milion euro që jap. Ku janë parat? Kush na i vodhi parat? Jam duke thyer besimin që po ja u jep qytetarit me zgjedhje. Na dërgojnë zgjedhje për më shumë larg. Në mungesë të institucione funksionale kostet tona po rriten. Baballarët ton, ato ura do të mund t'i përfundonin edhe pa ndeshalit që e përzin Mallterin. Dikur fitonin të tjerët, tani fiton Albini, andej fiton Rama, ka protesta, ka sharje. Me i hap 100 vende të reja punës e jo kush u jep para zgjedhjeve ka 100 euro si lemosh. Po pse shkelën mbi themelet e një shteti? Prokuria jonë është shumë e ngadalt. Kosovës, po t'i duhen herojt, Kosova i ka heroj të gjallë. Në shpesh raste kur ndodh diçka gabim, fajin ngelet jetim, por përgjegjësia politike Jo, bie. ne atje në Shqipëri e kemi që fajin e ka Saliu, sa herë që ndodh diçka, kështu që Ju e keni se keni gjetur ne se kemi gjetur akoma. të mbajnë përgjegjësitë e tyre dhe ta çojnë përpara Kosovën si shtet.